Tanis, që ka marrë pjesë në shkrimin e kësaj marrëveshje. E tash i kthehemi Kosovës. Po kem të folë aty për Kosovën, por më shumë për Kumanovën. Këtu e kemi Qëndrim Ajazin, që është këngëtar edhe performon në Çifteli. Në Çifteli apo se njerë i thash Çifteli, mirëmëngjes. Tash flasim për këto. Qëndrim, qysh je? A e mirë? Mirë. A mujte? Ka dalë. Sa Çifteli mas i ka 3 tela, unë i thash Sharki, ti më korrigjove. Kjo është si mesatare, mes Çiftelisë dhe Sharkisë. Okej. Me 3 tela në zhargonin folklorik i thujnë baklamo, që i bje me 3 tela. Sharkia baklamo. Baklamo? Po. Sharkia është me 5 tela, Çiftelia me 2. Okej, dhe më thënë kjo ka diku. Po kjo më ka përshtat mas shumë të... Aha, të ka përshtat mas shumë. Edhe me zonë, edhe për me instrument, për me lujtë. Po dhe edhe dikush, se na qka, pse të kemi këtu edhe me të patë, më thënë, vështirësit që i ki kalu për më marë ende me muzikë, edhe po e shojmë të më thënë që të mungon dora e djathë, të më thënë, shuplaka e dorës, po prapë kjo s'kanal, të më thënë, nuk e kompos për ngirë soj për këtë muzikës, se kompos edhe pse ka me të lindur. Po, me të lindur e ki, ja? Po, okej. Po, nuk e kom marë si për ngirë skor, edhe kom vazhdu si më nalë kër. Po. Që sa ko ke fillu kështu me i hy muzikës, a ka qenë intenzivisht? Intenzivisht, me tha për 2018-ës. Prej 2018-ës. Kom pas marë pjesë në festival në Skënderaj. Po. Unë pas shku veç me marë pjesë aty për qef, hëbi. Po tani, kur kesh aty, fillon juria dhe publiku më vlerësu shumë a shumë, so që qmimin e publiku të pata marë, edhe vendit dhe me parë, tani që të janë nisi hini, aja farë knasia për klerë, dhe tani ju mirë ma intensivisht, të është edhe video që pas të i përbuan virale. Po është ma elit. Sot me rrite sociale është shumë ma elit, a? Për me styre për të bërtën edhe me pos ahingjë në aja dorsma. Shumë ma elit. Të më thonë, po ke parasiti edhe në për dorsma? Kom posë edhe ma herët, po të ashtë i ma shumë. Tash ma shumë. Në cila të rrjetet sociale i përdorë mas shumë ti? TikTok, këna Facebook, në Instagram, sonë që kom postu për muzikë ju, vete? Instagramin ma shumë e kam për familje, personalisht. Instrumenteve edhe muzikës, ka qeni dashni që ka lindë prej fëmiris, ka dikush në familje që ka qenë këngëtar, apo je i pari që ke hyrë në rrugën e muzikës? Pyetje bashkë me vend, se nuk kom dashni se nashta moj me thotë që talent me ka folë zoti, po pak inspirimin e kom posë edhe për i prindit se me violin. Po. I bjen violinës, tani të e po aton që shkejke me grupë dvejtin, tani pak on shtaja ndjenja si të hi, të të pëlqy. Tani e kom morë edhe vetë si profesion për më mirë me tonë. Po. Edhe mos që më nëllë kërë. Qarë kongë performanë zakonisht? Po, veç folklor, tjera kongë kreshnike, muj me thonë, këngë të në një qëtë. Okej, qarë kongë të në mena performu neve këtu? Po, shkoj me një kongë, se Shqiprinë ndonë në mure. Bravo. Sa i përket instrumentit, kur ja ki fillua, ki pas, dhe më thonë, fillimisht... Vështirësia? Vështirësi në kuptimin, po. Vështirësi jo ko normale.
Vështirësia ka normale se nëse dikuj i nevojitet ku, pa aty për me ushtru me arrit profesionalizmin, për shembull për marr periudhë 3 vjeçare, normal që mu më ka dhënë më shumë, po që më dërzu kur abedi ku më ushtru më shumë se tjerët, për me arrit çdo që ku më dosh edhe besoj që ku më arrit. E që atë kam thonë shoqënia anajsana ki pas pengesa, do më thonë... Po nuk jo ku më hapësirë se diçka që s'kan mujtë ata ku më bëhen, apo kupten. Okej. Kështu që zero. Do më thonë se ki ngu njerës ku të kam thonë jas mund është te se Absolut, asë i ngrej fjallë të tjere. Si ngrej. Ke fillu në formë profesionale me mësu për instrumentin, apo vetë ke hullumtu edhe... Jo, loj vetë, se kjo pak folklori është edhe vetë me mua, apo kupten. Se në kohë për shambull, shkon me një shkollë ose diçka kështu që mu merë me tonë, po vetë, autodidakte. Po besoj që këtë ke pas në dimes pak edhe babin, edhe si shtytje emocionale... Si të më të fillime, të gjithë të vinë për krohja e familjes, apo kupten? Normal që jo konë shtysë shumë e modhe, po tani pak edhe vetë dojtë se gjithë prindi... Jo, po e rëndësishme është me pas një bazë e cilat përkra, mandej kur e ke edhe vullnetin vetë edhe dëshiren edhe dashnin për gjitha për instrumentin edhe për muzikën, mandej ja del bol qëfar dë vështërësie që mundesh me pas. Jo, normal, ajo është kruciale, ndihma e familjes është mi të i kalu gjithë sen. Edhe që tani vardë edhe vetë së është personi, soj e përënësia, soj për shumë, po familja është kruciale, për çdo sen, jo veç muzikë, po si në sport, si në diçka tjetër, familja është kryesore. Kur ke fillu ma tepër me i përdor rrjetet sociale Qëndrim? Rrjetet sociale në 2018 ose 16 me vjetë, nuk e di sigurt, e pa ta postu një kongë për Beqir Goshën edhe Mikrasniqin në Facebook, se atër TikTok s'ka pos. Edhe si çdo i ri e kom postu dhe më dollë me lume të, pa vedi, edhe se kom pritën e që kom me bon klikime shumë. Kur po këthejnë apelojës, po hejnë telefoni më bloku. Sa shpërndarja, sa klikimi, më patë në shkru shumë në këtorë, ta një vedi se o konë një rast tabu, se ka po kërkush ma heret. Ka pos komente edhe pe Shaqirë Caradikot, Medes, këta di, më kanë komentu mirë. Ta një që aty janë njësa me morë ma seriosisht, se e ku më bo për qef, apo këpten. A të kishit performancë edhe, ke qenë edhe me instrument edhe të knua? Po, me sharkim, me pastela që është. Tani kom fillu ma shumë, tani u merë ftesa për festival Skënderaj, mëra pjesë. Tani kër e fitua festivalin nuk mungun tani edhe nej, ata hengjet fillun më shtu. Tani risha gati ma shumë rritet sociale. Tashmë kur je pjesë e dasmave, je në pjesën e sofrës zakonisht ku bëhet muzika? Edhe sofrë, po ka pjesa, ka drenica, i bujnë tash të jende halen në periud, abedi. Burat, ko mirë është, nuk mujna me thonë që ko tepër, po nuk është për më në ku. A e ke muzikën Qëndrim profesion primar, apo merresh edhe me diçka tjetër? Në fillim nuk o primar, apo kupten. Deri pak para do kohë nuk o primar për mu, se s'kom pos ambicja, apo kupten vetë kështë. Por tash me fillimin e syne, për shembull intervistave, ahengjeve, neja, plus tash kanë fillu më organizu neja në diasporë. Këtë mu jam atje, normal që gjithë synimi jam u kona bëde me jetu për muzike. E shpresoj ma realizu. Baba ka jetu për muzike? Jo, valla. Do më dhënë tja pas ke dollë, ma shumë saj. Ande, a e hale për mënë. Ja pas ke kalu. Jo, prindi, kënën ade me violin e ketë, po me jetu veç për sa ju. Po, okej. Të zara dhe që jam violinis, instrumentist, amo ju, e unë besoj që kam ja rritë bë. Pëse mësme jetu Po për ja muzike. dalin të tjerët, mundesh mi ja dal. Jo, po, sa më problem. Mirë shumë. Falenderit shumë. Qëndrim, do më thonë, Qëndrim Ajazi gjenë krejt mundë me gjetë edhe në TikTok edhe në Facebook. Qëndrim Ajazi. Kush dëshërën që të organizoj ahengjë ose dasma, e kanë edhe numrin tim telefonit në profile. Mirë shumë. Tash, shikus do ashtë ne kemi një historie me bletari, po para se me shku të historia, nështë ta Qëndrimi na e kënon edhe një kongë. Po, mërë. Edhe pe përfundojmë të më thonë intervjistën të amon me një kongë të ti.
po e shmalin, Kosove andem jasharit, e të pushan balin, ty patak në i kanë gel, po e shmalin, Kosove andem jasharit, e të pushan balin, e të pushan balin, Kosova krenare, me gjoksin për shkambit, dole fitim tore hej, i dhe në tërgjit komit. Ty po tak në i kanë gel, ty po e shmalin, Kosove andem jasharit, e të pushan balin. Ty po tak në i kanë gel, e po e shmalin, Kosove andem jasharit, e të pushan balin, e të pushan balin.